Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka dështuar, pasi deputetët nuk e kanë votuar raportin e Komisionit për verifikimin e mandateve. Kryesuesi i seancës tha se do t'i drejton presidentës Vjosa Osmani se si të veprohet më tutje. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti e cilësoi si sulm brenda institucional kundër Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike mos votimin e raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Kjo është situate pa parë në shtetin tonë shumë më gjërë. Ne qeverisim mbare mirë. Këta lanë na me bëjnë lajmë të keq për shtetin tonë, se janë kundër qeverisë e Republikës dihet, por se janë edhe kundër vetvetes, këtë e mësuam sot. PDK-ja dhe LDK-ja nuk e kanë pranuar dorëheqjen e dorëzuar nga Albin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se nuk e kanë votuar raportin e Komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve, pasi e vlerësojnë se ai është kundërkushtetues. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se seanca për konstituim duhet të thirrët sa më parë, derisa tha se partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, po e bllokon qëllimisht procesin.